Cilat janë komplikimet ma të rrezikshme, ta themi që shpesh mund me përfundu me fatalitet? Po, zakonisht një fryth, nëse e quajmë është i pa komplikuar, këto simptome zgjasin 4-5 ditë para se të shfaqen ndryshimet në lëkurë dhe pas shfaqjes së ndryshimeve në lëkurë dhe këto tërhiqen brenda 4-5 ditëve dhe një javë, pra mesatarisht është 7 deri në 10 ditë kozgjatja e një të smuri me fryth të pa komplikuar. Nëse paraqiten komplikimet, atëherë këto ndrojnë situatën krejtësisht. Ne i ndojmë në komplikime më të lehta, edhe komplikime më të rënda, ose edhe komplikime të hershme, po ka edhe komplikime më të vëshme, madje disa vite pasi ta kalojnë fruthin, që fatmirësisht ato janë shumë më të rralla. Komplikimet më të shpeshta që ndodhen te fruthi janë pezmatimi i veshit ose otitet, konjuktivitet apo skuqja e syve që përmena që është karakteristikë shumë e rëndësishme te fruthi, pra japin konjuktivit, madje në komplikime serioze mund të vijë edhe te dëmtimi të pamrit, pra dëmtimi i syve, dëmtimi i dëgjimit, ndërsa komplikimet e tjera kryesisht që janë pak më të rënda dhe që rrezikojnë jetën e të smurit janë komplikimet në sistemin respirator, pra në mushkëri dhe në tru në sistemin nervor qendror. Dhe komplikimet në mushkëri dhe komplikimet në sistemin nervor qendror janë fajtorët kryesor pse ka raste kur pacientët me fryth fatkeqësisht mund të kenë suri fatale ose mund edhe të vdesin. Fatmirësisht te ne nuk kemi pas raste të tilla kohëve fundit dhe urojmë që mos të ketë.